Sot do të ndaj me ju një recetë të thjeshtë të piteve pambuk të buta me aromë dhe shije të mrekullueshme. Fillojmë me përgatitjen. Për këtë recetë do të na duhet 300-500 ml ujë ngrohtë, sheqer, 3 gram maja, i përzjejmë mirë bashkë, dhe më pas do të hedhim mielin, rreth 800 gram miell. Do të hedhim kripën, do të punoj mirë brumin, brumi duhet të jetë një brum i butë, siç edhe shihet në video. Do ta lejmë të pushojë për rreth 30 minuta. Pas 30 minutash, brumin do ta palosim siç shihet në video. Më parë lyhem pak duart me vaj në mënyrë që mos na ngjisë brumi. Pasi bëjmë palosi, do ta lejmë të pushojë për rreth 2 orë. Pas 2 orësh, brumin do ta kalojmë në tavolinën e punës, ku më parë hedhim pak miell. Brumi do t'i bëjmë një palosje, më pas do ta ndajmë në kuleç. Kuleçët do t'i kalojmë në tepsi. Do t'i lëmë të pushojmë për rreth 20 minuta. Në një enë do të përziejmë një tevërë veze me një lugë qumësht. Me këtë mas do të lyejmë pitet. I japim formën me duar.
Do t'i hedhim pak fara të zeza. Dhe fara susami. Do t'i pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 25 deri në 30 minuta. Tashmë pitet janë gati, ka një aromë fantastike, janë të buta pambuk dhe dalin shumë të shijshme. Nëse i provoni u bëft mirë, dhe nëse video ka pëlqyer mos harroni të bëni like, koment dhe të ndani edhe me miqtë tuaj. Faleminderit!